Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në analizë të Dangeli. Shkojnë me videon e radhës, njerka e Kosovës dhe dezinformatat e sajna. Sepse miq, kur në Zvicër, pas ka bërë dezinformata tepër të forta. Po do e shmontojmë miq, do e shmontojmë. Do e tregojmë se kush është Albin Kurti, ku ka qenë Albin Kurti dhe çka ka biseduar me amerikan. Shkojnë miq. Ju bëri thirrje, mos I përkrahni ata që dojnë me njollos edhe Rugovën edhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Po oj njerka e Kosovës, dosh me torë turp me përdor Rugovën. Shikur PDG-ja, AK-ja, u që kënë. Mos mëre të vrafti madhe zatë ma. Mos e përdor, le njerën pache. Se aj me dit ti qka ke bo, qfar trati e ke bo, ma mirë s'po thom qa. Se e din ti. E ti po del po jep moral para publikut në Zvicër, po I kalzon diasporës Zvicrës ti. Ti, trathare, po del po I kalzon poplit, për qamjen. Është turpi I botës. E po s'ka me kërkon vend, tash një matë që diçka du të me thonë, por e ki kot. E ki kot oj njerë ka Kosovës. O turpi I botës. O mas mirë më në turpi I Kosovës. Shkojnë mi. Por sikur se shtetet, ashtu edhe njerëzit, nga njëherë mund ta humbin drejtimin kur e humbin busullën. Ja, prit. Busullën e ke hup ti. O është kadrintare, por që të karik. Jo që të temen, po, për karik presidencës. Ti e ajo, oj hiletëshare, o zotit malkoft, prej zotit orët, prej populli ke li prej zotit orët. Ti e ajo që ke bot rati, ti e ajo që ke bom sheftas biseda me Gjuricin e me Ramovicin e me tjertë, me atë Grenell Bojnë. Ti e ajo, o shpirt zi, o zotit qka të roft, ti e ajo. Mos e mëna me gju plën, se nuk qiten, nuk të lomë. Nuk më shpërbu me laqe ti, o shpirt zez. O faqe zez, nuk të lomë na. Jo na, fakte tua. Por na të rikujtojmë, që na s'kina bo ato, ke bo ti. E ti po dhe polip moral, ti po e ofendon Albin Kurtin. Mire ki, po e bes preme, se ta ka shtri dorën. Ta ka shtri dorën, ka shtri mrana. E preve në bes, o e bes preme. O ta marov zoti ftyrën, se di qysh ki ftyrë me dalë para familjes. Tregoj popullit, qysh ki ftyrë me dalë para familjes, qysh ke pos ftyrë me shku në Zvicër me folë para publiko. Të di qëfar tha tije ke bo. Unë po që dita me atë diasporë që është atë, me të vërtet. Me dalë, me are, me ngu, një trathare që ka tratu Kosovën. O shku ka besetu Tinza me shkije, me Sërbë, me Gjuricin, me Grenell Bojnë, me Ramovicin. Bravo I kuft, respekt dhe asoj diaspore. Ata njës jenë aty. Oj, diaspor, e LDK-s. Shënë e Franin pak që ju ka bloku Franin. Nuk është Ibrahim Rugova gjallë, mos I mashtron me Ibrahim Rugovën. Me Rugovën në konton, edhe unë im konë. Edhe këtë Kosova ka qenë. Na ditë që ju dek Rugova, u dek LDK-ja. Mos votoni për I natë, jo mi që dashër. Nuk ka LDK më. Nuk ka LDK më. LDK-ja u dek. LDK ka frizerka. Që punojnë pedikyrë me në kyrë, që mashtrojnë, trathare.
që ja japin ka 17 fshatra, halu Serbisë dhe që me adhonë, harru t'ju votu se PDK-s, më falni, TDK-sa, hala keni ftyrë me dalë me shku aty me nejtë me ta. Bravo e qoftë, respekt. është mendimi ju, ja respektoj. Amo rikujtojnë kësajna, çka ka politikeja. Mas pari kësajna, tu i tradhare, ti që a ke lip që jarë të, na ke prej mbes. Tani tregoj që i kanë dasht me adhonë 17 fshatra. E që kjo prej mbesi që kjo pidhët për Albin Kurtin, që kjo e nali, i kthej 17% territorit. A që kërë dykuja që dhe ke mu se më intereson lista sërbë, më intereson Albin Kurti. A lista sërbë terroriste. Je votus të LDK-s, bravo i koftë, respekt për bes. Krejt që anë izvisë, rri përshëndes. Bravo. Se do me thonë edhe jo, për i bashkan gjitë një krimit. Se kjo kriminele, kjo tradhare, ka tradhu Kosovën. Ne kemi bo presidente. Edhe në tradhtoj, edhe neve dhe juve. Po nëse ju nuk e keni dert, respekt ja vi që i ka puqin, vazhdojnë se mirë jeni. Shkojmë tutje me që. Dhe sot, Kosova është përsëri në një udhkryq. Jo më mes luftës dhe paqes, por mes ngritjes në njërën anë dhe stagnimit në anën tjetër. Ja, mos raj, oj tradhtare, mos raj, oj tradhtare, kur farë stagnimi ka, s'ka, sa është ta tregoj, unë e ty, oj rance, oj dallavergjike, oj e smut, o turpit më loft, turpi më të shoft, kur, s'ka me shu, pa tjetër, shkojnë me që. Mes bashkimit në njërën anë dhe përqarjes në anën tjetër. S'ka përqare këtu absolutikisht hiq, oj shkatrimtare, absolut sen s'ka këtu hiq, kur farë përqare s'ka që, a beshe, unë se përqa me votu së LDK-s, absolut. Unë përqana me ty, që ti e tradhtare, e ke tradhtu kombin ton, për karrik. Ti edhe sot me thonë Albini, hajtë po, se përdoj president, ti apet të tradhton LDK-n dhe vjen të Albini, vjen të Albin Baba. Se e ke thonë në televizion. A peshe kush jeti për karrik? A peshe ne votu së LDK-s? Si dhe mos vjen Zvicër që ishë të bua të bashkë, 20-30 vetë, 50 veta. Be, po je boj ma shumë këmë pasune se në ti djallit se që ka pas kjo aty në salë. Kur së më beson, letë në shkumë privat, unë ja dërgoj videon. Shkujnë amish? Mes një Kosove që ka miq brenda e jashtë dhe një Kosove që rrezikon të mbetet të izoluar. Në ka, kur farë, një takim virtual me kongresmenët amerikan Keith Self, Richie Torres dhe Mike Lawler dhe George Latimer, të cilët javën e a peshoj tradhtare, o ta marrov zoti ftyrën, nuk ka nevoj me tradhtu Kosovën për me shku në Amerikë. Nuk ka nevoj me tradhtu Kosovën për me komuniku me Amerikanë. Oj tradhtare, mos shpif. Shkojnë amiq. kaluar paraqiten dy rezoluta të rëndësishme për Kosovën në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas zyrës së kryeministrit, Kurti informoi kongresmenët se këtë javë qeveria ka bërë hapin fillestar për krimin e xhandarmerisë, ndërsa theksoi se qëllimi i saj është të ndihmojë në përmbushjen e synimeve të sigurisë kombëtare, si për shembull luftimi kontrabandës dhe terrorizmit, e po ashtu ruajtja e infrastrukturës kritike. Kryeministri Kurti theksoi se xhandarmeria nuk është mandatuar si zë... A kemi thonë diçka e njërë ka Kosovës? Që dhe me thonë dash? Spektoj ka Amerika Albin Kurtin, jo. Degeneruse. Ku kunon, ku shikonti. Mire kesh pas a i zotria që dhe ke o Albin kime ja pas sherën vjosës. Shkona me që? Si mikëforit, por si bashkëpunëtore
Kryeministri në detyrë dhe zhvilloi takimin virtual nga zyra e tij, ndërkohë që ka shpërndar edhe imazhet e kësaj bisede, ndërsa i ka falendëruar edhe për mbështetjen që po japin Kosovës për antarësim në NATO. Kryeministri Kurti u shpreh për njohje të thellë për cila mbështet aspiratat e Republikës së Kosovës për të bërë pjesë e Aleancës Euroatlantike dhe rezolutën 1250 e cila bën thirrje që forcat amerikane të vazhdojnë të kontribuojnë në kuadër të KFOR-it. Kryeministri theksoi që ndërtimi i NATO-s në Kosovë, antarësimi i Kosovës në NATO janë prioritete kyçe për qeverinë. Për sigurinë në rajon. Në këtë kontekst ai veçoi thirrjen e kongresmenëve të 4 shtete jo njohëse anëtare të aleancës ta njohin Republikën e Kosovës, duke i hapur derën vendit që të bëhet anëtare në NATO, duke theksuar se do të ishte një thirrje e jashtëzakonshme e sigurisë rajonale, por edhe në interesin strategjik të Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s. Kryeministri Kurti ritheksoi qëndrimin e qeverisë së Kosovës që bon stil të bëhet bazë e përhershme ushtrisë amerikane. Informoi kongresmenët se këtë javë ka nisur edhe me krijimin e xhandarmarisë. Tradhtare, harrova me thonë, për gënjeshtërën që e ke bo, kallëzoje popullit aty, thuj që kom rajt, ta marrov zoti ftyrën, që Albin Kurti ka lip, që ra për benstill. Kallëzoje popullit, o votus letë por zoti ajnin men, ajni gjallë. Mas 20 formate që i dul. Hala për i beson ja? Vallaj, bravo i kohët, respekt ma. Respekt. Njëre që i beson të ratharës, respekt. Që me thonë? Që unë me shalë, me fundu nuk ofendoj, që bis gjitha jem shqiptarë. Amo, me përkra të ratharën, është krim. Me përkra të ratharën, është krim. Do një me ditë. Qëta njerë sikur kjo, e ka nda Kosovën. Po që të punë shku. E jo, mbrone, bravo i koftë, Allah i koftë, respekt. Amo veç po që ditëna, në Evropë me konë, edhe me mbështet një kriminele, për mu kriminele, me mbështet një tradhtare, mazise kriminele, së po i kuptoj. Po respekt, në gjithë gjitha respekt. Mi që dashër, kjo ishte vidje për sot, ju përshëndes opozit, votus tonë, votus të LDK, PDK, pa marë prasysh, në gjitha jem shqiptarë, zotë i rujtë, anë e ma mbotës, respekt.